Nderuar kryeministër, të nderuar koleg deputet dhe ministra, nëse duhet përkufizoj në një fjali gjithë aktivitetin spektrin e mbrojtjes dhe mbrojtjes civile në gjithë kësaj periudhe, do thoja që kemi ecur sipas parimit që rritja e buxheteve të mbrojtjes të mund të përkthehet jo vetëm në forcim të kapaciteteve ushtarake, jo vetëm në forcim të aftësive reaguese të mbrojtjes civile, por gjithashtu në mirëqenie ekonomike, inovacion dhe punësim cilësor. Dhe shtylla ku kjo është më e dukshme ndoshta është industria ushtarake me 4 kompani të themeluara ku shteti është aksioner dhe 6 kontrata prodhimi në zbatime sipër që nga municionet, uniformat, mjetet taktike e kështu me radhë. Dhe së fundmi dhe finalizimi një negociate shumë të rëndësishme me gigantin italian Fincantieri, që i hap rrugë qeverisë që për pak ditë të miratoj dhe themelimin e kompanisë përbashkët për mjetet detare në Pashaliman. Shtylla e dytë, ku kjo është evidente gjithashtu, janë emergjencat civile. Nuk kemi vetëm një rritje të aftësive reaguese, por tashmë besoj unë kemi një program qëndrueshmërie kombëtare, jo vetëm reagim, po edhe parandalim dhe përfshirje sa më shumë të teknologjisë. Fuqizimi i bashkive është një kërkesë e hershme e gjithë deputetëve që ndihmojnë dhe përballen shpesh me pasojat e emergjencave civile. Fuqizimi i bashkive vjen pikë së pari fal metodës re me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Bujqësisë në zbatimin e fondit kushtzuar, që sapo është disbursuar, dhe kemi një rritje të konsiderueshme të financimit për emergjencat civile të 47 bashkive, po marr 3 shembuj për ta ilustruar: 3 fishim buxheti i emergjencash në Lezhë dhe Gramsh, 6 fishim në Prenjas, 7 fishim në Delvin, e kështu me radhë për 47 bashki, sidomos në ato bashki ku kemi një analizë risku dhe një vlerësim risku ndër vite shumë domethënës. Kemi miratuar 8 milion euro për vijimin e investimeve në infrastrukturën praandaluese, projekte që janë në zbatime sipër, dhe janë shtuar së fundmi dhe 10 milion euro fond i sapo shpërndar për projekte të reja, diga, prita lumore, ura gjithashtu për gjitha bashkitë. Dhe së fundmi, për të adresuar dhe problemin e rinovimit flotës kombëtare të emergjencave, të zjarfikseve, kemi 2 milion euro shtesë ku Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Kajo do të prodhojnë Made in Albania praktikisht, dhe në muajin maj do kemi fillimin e këtyre mjeteve. Këto mjete do të shpërndahen pastaj ndaj bashkive në mënyrë që mos kemi më të flotën laramane dhe financimet të vendosen në eficiencë të plot. Edhe në këtë aspekt fokusi është gjithmonë parandalim dhe edhe në aspektin e pritave lumore, digave dhe në adresimin e dëmeve të përmbytjeve të muajve të fundit. Shtylla e tretë, kapitali njerëzor, ku vokacioni ushtarak, po jo vetëm, vokacioni edhe i profesionet reja të mbrojtjes, dimensionin civil të mbrojtjes, janë vokacione gjithnjë e më të rejse për të rinjt shqiptar. Në 14 muajt e fundit janë shtuar 1000 ushtarak aktiv në radhët tona. Në këtë kontekst vend theksohet edhe programet arsimore janë certifikuar së fundi nga Ministria e Arsimit, posaçërisht programi për mbrojtjen kibernetike ka marrë atë certifikimin si program ekselent. Kemi një rënje me 70% largimeve vullnetare nga forcat armatosura dhe për herë të parë kemi dhe rikthimin e oficerëve apo nën-oficerëve apo dhe ushtarëve të thjeshtë. Janë larguar ndër vite për arsye më ndryshme dhe po rikthehen. Dhe kemi sigurisht dhe frontin e punësimit për industrinë ku do ndalem pak më vonë. Tani çfarë do bëjmë në muajt në vijim? Pikë së parë disa piketa për industrinë sepse janë të dobishme edhe në raport me punën tonë në territor. Në muajin prill nis linja e asamblimit të dronëve taktik. Kemi hapur dhe thirrjen e rekrutimit të 12 inxhinierëve, ekspertëve që do formohen nga partnerët tanë izraelit. Në maj fillon shkolla e aviacionit e forcës ajrore, janë porositur 2 helikopter trajnues, vinë po ashtu në maj dhe ndërkohë ne shfrytëzojmë këtë periudhë për të bërë atë rekrutimin qoftë nga ushtarakët aktiv të rinj, qoftë nga civil ekspertë që i plotësojnë kushtet që të mund të bëjnë pjesë e programit të pilotëve të forcës tonë ajrore. Në maj 26
prodhimi pari uniformave, përparësi, siç e përmendën dhe kolegët, uniformat e ushtrisë dhe uniformat e policisë së shtetit në të gjithë spektrin e tyre, dhe kemi në qershor produktet e para të mjeteve të emergjenca, mjetet e transportit. Këtu vlen të theksohet që kemi arritur të kemi një kontratë me gigantin Rheinmetall për bashkëprodhimin e këtyre mjeteve, pra praktikisht kemi një zinxhir furnizimi aleat dhe europian edhe në industrinë tonë. Dhe kështu me radhë deri në sistemet antidron në dhjetor. Për emergjencat civile, 2 qendra rajonale, një në veri, një në jug, në zbatim e sipër, blerja e 2 avionëve është përmendur dhe kuptoj dhe padurimin për këtë komponent, pasi mbas 20 vitesh do kemi avion me këto kapacitete. Ndërkohë që shoqërojnë gjithë këto investime, paketë ligjore, ligji për zjarfiksit, ligji për prefektët, po ashtu që ka impakt, ligji për mbrojtjen civile. Dhe fundit, kapitali njerëzor, çelësi besoj unë gjithë këtij transformimi, ndaj do vazhdoj paketa mbështetëse qoftë për ushtarakët aktiv, qoftë për familjarët e tyre. Në fund të marsit merr dorëzim godinat e para të Akademisë të Forcave të Armatosura, ndërkohë që është financimi gati dhe projekti i bërë dhe në procedurë sipër për fazën e dytë të kësaj akademie. Dhe e fundit, jo pak e rëndësishme, në industri 326 vende pune për profesionistë të rinj, gjysma prej tyre inxhinierë vetëm këtë vit. Ndaj jemi në një fazë rekrutimi masiv dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Ekonomisë në shkolla profesionale, sepse ka, besoj, një front të absolutisht suksesit të mundshëm për përputhim cilësor në këtë lëm. Parashikojmë mbi 1000 familje që do jetojnë praktikisht nga kjo industri. Sigurisht, këto shtylla nuk kanë lidhje me Bashkimin Evropian në pamje të parë, por besoj unë që Bashkimi Evropian pret një vend antar që të jetë një hallkë fort, qoftë nga këndvështrimi i aftësive reaguese, qoftë nga këndvështrimi i industrisë dhe mirëqenies, ndaj besoj se këto janë tematika të lidhura. Faleminderit, kryetar.